Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. U zhduk pas Bigut, nuk do ta besoni çfarë ka ndodhur me Kevinën. Pas pjesëmarrjes së saj në spektaklin Big Brother, Kevina Kthella duket se ka zgjedhur një rrugë ndryshe nga ajo që ndjekin zakonisht personazhet e tjerë publik. Ndryshe nga vitet e mëparshme, Kevina është tërhequr ndjeshëm nga vëmendja mediatike, duke munguar si në evente publike, ashtu edhe në postimet e shpeshta që dikur e karakterizonin në rrjetet sociale. Kujtojmë se ajo u përjashtua nga Bigu për shkak të shpullës që i dha Luizit gjatë Prime-it. Së fundmi, përmes një reagimi në Instagram, ajo ka ndarë me ndjekësit arsye pse ka vendosur të mos jetë më aq e pranishme në publik. Nuk më tërheq më fare, se di pse më ka ardhur ky ndryshim. Edhe unë habitem nga vetja, pasi më parë kisha shumë qejf vëmendjen dhe të bëja programe, gjëra të reja, foto. Nuk e di ç'po ndodh, por unë po zgjohem çdo ditë ndryshe, me dëshira të tjera dhe me ëndra të reja, ka shkruar ajo në përgjigjen e saj. Deklarata e Kevinës ka ngjallur reagime të shumta nga ndjekësit, të cilët e kanë përgëzuar për ndryshimin dhe maturinë që po reflekton. Disa madje kanë komentuar se kjo periudhë e qetë mund të jetë një fazë e re në jetën e saj personale dhe profesionale.